Atmosfera në dhomën e ndenjës ishte e rënë. Nuk ishte ajo qetësia e zakonshme para një debati të vogël, por një heshtje e mbushur me tension, ku secili banor e ndjente se diçka serioze po afrohej. Alba qëndronte në këmbë, me trupin drejt dhe shikimin e fiksuar, ndërsa Gjeneta ishte ulur, por me një energji që tregonte se nuk kishte ndërmend të tërhiqej. Alba e theu heshtjen me një deklaratë të fortë, që e ngriti menjëherë temperaturën e dhomës. Nuk ka Big Brother që më ndalon për besimin tim në Zot. Disa banor lëvizën nervozisht në divan. Disa të tjerë ulën kokën, sikur e ndjenin peshën e fjalëve. Gjeneta u ngrit menjëherë në këmbë dhe ju drejtua Albes me një ton të prerë. Mos u ço në këmbë. Kështu di të flas unë. Alba nuk u tërhoq. Ajo e mbajti qëndrimin dhe vazhdoi, unë jam kështu jashtë, kështu jam edhe brenda. Nuk ndryshoj për asnjë sistem, as për Big Brother. Gjeneta tunte kokën me ironi, ti po flet për fen për me marr vota, ja ktheu ajo, pa e zbukuruar fjalin. Alba reagoi menjëherë, me zë të ngritur, jo. Unë po flas për besimin tim. Kush po të flet për besimin tënd? Gjeneta u afrua një hap më shumë, duke e parë drejtë në sy, kur ti e përdor fen në lojë, atëherë po e përzien besimin me strategji. Sipas parimeve të fesë, Big Brother është antivlerë. Në këtë moment ndërhyri lëndrimi, i cili deri atëherë kishte qëndruar i heshtur, po nëse Big Brother është antivlerë sipas fesë, si ke hyrë këtu pa e lexuar kontratën? Alba u ndal për një çast, mori frym thellë dhe u përgjigj, kam provuar fatin. Unë jam kjo që jam. Nuk ndryshoj për sisteme, nuk ndryshoj për Big Brother. Gjeneta qeshi me ironi dhe ja preu shkurt, ti vazhdon si radio. Bjeri shkurt moj goc. Ti nuk di të debatosh, flet kodra pas bregut dhe nuk mbaron kurrë së foluri. Tensioni u rrit ndjeshëm. Banorët filluan të shkëmbenin shikime mes tyre. Disa ndjenin siklet, disa ndjenin se debati po shkonte shumë larg. Gjeneta nuk u ndal, ti e ke merituar medalë me zarf të zi. Të ka fal vëllai i madh. Alba mbeti për një moment pa fjalë. Fytyra e saj u ngurtësua, ndërsa ajri në dhomë u bë edhe më i rënë. Në atë çast, Gjeneta shpërtheu emocionalisht, duke kaluar në një nivel tjetër deklarate, familja është vija e kuqe për mua. Kush më prek familjen, unë jap jetën time. Shkoj në burg për familjen time. Disa banor u ngritën në këmbë. Disa të tjerë u kapën pas kokës. Ishte një deklaratë e fortë, që e la dhomën në heshtje për disa sekonda të gjata. Ludo, që deri atëherë kishte vëzhguar situatën me një shprehje serioze, ndërhyri me ton kritik, kjo është një deklaratë e fortë, por jo e duhura. Nuk sulmohen lojtarë që janë më të dobët. Edhe ti po kalon kufirin. Kjo nuk është edukat. Gjeneta u kthye nga Ludo me nervozizëm, unë po mbroj veten time dhe familjen time. Këtu po përdoren gjëra të shenjta për lojë. Alba, me zëmë të ulët tani, por ende e vendosur, tha, unë nuk e kam përdorur kur besimin për lojë. Ky jam unë. Kush më pranon kështu. Debati kishte kaluar nga lojë në parime, nga strategji në identitet personal. Nuk ishte më thjesht një përplasje mes dy banoreve, por një moment që tregonte sa lehtë mund të thyen kufit në një ambient presioni si Big Brother. Banorët u shpërndan ngadalë, por energjia e debatit mbeti pezull në ajër. Askush nuk doli i paprekur nga ajo përballje. Disa ndjen empati, disa zhgënjim, disa frikë nga intensiteti i fjalëve. Ky ishte një nga ato momente ku loja ndalet për një çast dhe del në pa njeriu. Një debat që nuk u fitua nga askush, por që la gjurmë tek të gjithë. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, atë natë, u kuptua qartë se kur përzihen besimi, familja dhe loja, çdo fjalë bëhet më e rëndë se zakonisht, dhe çdo kufi më i lehtë për t'u kaluar.